Këtë të martë, u shty sërish seanca në gjykatë ndaj kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, i cili ndodhet në burgun e Durrësit, Erion Veliaj, me teknikalitetet dhe strategjitë e paralajmëruara dhe më herët nga avokatët e tij. Seanca u shtypër në datën 12 nëntor. Pas shtyrjes së seancës, duke përdorur të njëjtin skenar dhe të njëjtën strategji siç e theksuam më lart dhe siç e kemi përmendur dhe në shkrimet e tjera, studiot ligjore lobistët e Erion Veliajt kanë publikuar një raport. Përkatësisht, studiot ligjore Kazovic dhe Miçkon Dereja. Raporti përmban 24 faqe ku në krye të tij thuhet: Raporti i Kazovic LLP dhe Miçkon Dereja LLP, lidhur me ndalimin e padrejtë nga SPAK të një kryetari bashkie të zgjedhur në mënyrë demokratike në kryeqytetin e Shqipërisë, Erion Veliaj, i cili u botua më 24 qershor 2025 dhe është bashkëngjitur këtu si shtojsa A, raporti fillestar. Supozohet njojim me faktet bazë, parimet dhe kuadrin ligjor të raportit fillestar. Në fakt, SPAK ka kopsitur dosjen e Veliajt dhe e ka dërguar për gjykim në 10 shtator të vitit 2025, kur renditen qartë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale: korrupsion, shpërdorim detyre, pastrimi i produkteve të veprës penale, futja e sëndeve të paligjshme në qeli dhe fshehje të pasurisë. Masa e arrestit me burg për Erion Veliajin është lënë në fuqi në të gjitha nivelet të gjykatave deri te gjykata e lartë. Prej muajsh, Erion Veliaj shtyn gjyqin pra përballje në gjykatë me prokurorët për t'u zbardhur e vërteta e akuzave ndaj tij dhe provat dhe faktet që kanë zbuluar prokurorët.